Urime edhe gëzuar vitin e ri 2026. Njëherit unë Ramadan Reka prej Kopenhagës, Danimarkës, shprehi vullnetin edhe dëshiren t'ja uroj të gjithë njerëzve në botë pa dallim fej, pa dallim gjini, pa dallim racë, pa dallim ngjyrë. Të gjithëve njerëzve të botës ja uroj vitin e ri 2026. Njëherit paqja, mëshira dhe lumturia e Zotit qoftë mbi të gjithë njerëzimin që jetojnë në këtë botë. Dëshiroj që ky vit 2026 të jetë vit i paqes, i mëshirës, i lumturisë, i dashurisë, i njerëzisë dhe ndriçimin e botës. Dëshiroj që ky vit të ketë më shumë respekt, më shumë lumturi, më shumë dashuri, më shumë sinqeritet dhe më shumë besë. Po ashtu dëshiroj që ky vit të gjithë njerëzit t'i bashkon rreth njëri tjetrit, që ky vit mos të ketë urrëtie, mos të ketë luftra, mos të ketë moskuptime mes njerëzve, po të janë të mirëkuptueshëm, ta dojnë, ta çmojnë, ta respektojnë çdo njeri apo krijesë të kësaj bote. Unë, si Ramadan Reka, shprehi dëshirën që ky vit të gjithë t'i ban të lumtur, të ketë punë sa më shumë, që njerëzit të kanë një jetë më të lumtur. Unë dëshiroj që ky vit të gjithë ata që janë të pamartuar ta gjejnë fatin e jetës dhe ta krijojnë një jetë të lumtur familjare. Unë, si Ramadan Reka, dëshiroj që ky vit çdo kush që është i smur të shërohet dhe të bëhet sikur ishte më parë. Unë, si Ramadan Reka, dëshiroj të gjithë ata njerëz që vuajnë për fëmijë, që Zoti t'ju falë e t'ja shton lumturinë, t'i gëzon me dhuratë të bukur me fëmijë. Prandaj, vëllezër dhe motra, gjithmonë pranoni përshëndetjet dhe respektin nga unë Ramadan Reka. Sepse ky vit dua që të ndryshon çdo gjë. Dua që atë mbletin që kemi në mes veti ta humbi. Dua që njerëzit njëherë e përgjithmonë ta kuptojnë të vërtetën. Mos të bëhen njerëz të kiçi që shajnë në për live, në për TikToka, në për Facebooka. Po, në vend të sharjes t'ja ktheni buzëqeshjen, t'jepni fjalë të mira dhe respekt. Sepse jetën e ndryshon vetëm lumturia, dashuria e respekti. Ndërsa jetën e shkatërron xhelozia, inati, sharjet, thyrjet e përçamjet. Prandaj ne duhet këta t'i largojmë, sepse ne jemi një popull shqiptar, të cilët edhe bota na i ka zili si për lumturi, si për dashuri, si për sinqeritet, si për besë, si për respekt. E kështu që mos të bim në sy të botës duke shan njëri tjetrin, duke lëndu njëri tjetrin, duke thënë njëri tjetrin, po t'i japmi botës një sy të mirë që let na merr lakmi si kombë dhe si popull shqiptar. Atëherë, me këtë video ju përshëndes, unë Ramadan Reka,
inshallah edhe njëherë ky viti 2026 mi pranon këta lutje që i bora më herët, që të jemi të bashkuar, të jemi të vëllazëruar, të dojmë njëri tjetrin, e ky vit qoftë viti i paqes, viti i mëshirës, viti i lumturisë, viti i begatisë dhe viti i dashurisë dhe viti i bashkimit të njerëzve dhe domethënë vit krenarie, që të jem të lumtur dhe krenar. Me shumë respekt nga unë Ramadan Reka, edhe njëherë natën e mirë, urime vitin e ri 2026. Ramadan Reka nga Kopenhaga.